Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin Monitor TV, pasi që më duhet në fakt ta prek shumë si tem. Kam padur shumë mesazhe, të shumta ka qenë mesazhe që më kanë mbritur në celularin tim, duke më shtruar pyetjen për si mendoj unë pse Brikena nuk ka qenë pjesë e Top Arenës. Kjo ka qenë një strategji e Ed Manushit, që do me thënë një edicion mungoj Mateo dhe një edicion do të mungon Brikena të jenë 1-1, vetëm e vetëm për të bërë, do me thënë, klikime dhe për të shtuar kureshtjen, apo thjesht Brikena nuk është ndjerë mirë edhe nuk ka ardhur. Unë mendoj që Brikena nuk është se ka qenë e smur, sepse ajo pikërisht ditën e djeshme ishte aktive në Instagramin e saj, poston të fotografi, poston të storje, do me thënë dukeshte që ishte në energji shumë të mirë. Por mendoj nga vetë fakti, çdo mbrëmje duke qenë pjesë e Top Arenës dhe çdo mbrëmje duke përjetuar provokime, momente të ndryshme, diskutime, debate të tipit të interesit të marrëdhënies së tyre, pyetje rreth marrëdhënies së Mateos dhe Brikenës, sekretit të kësaj marrëdhënie etj etj. Unë mendoj që e kanë bërë Brikenën që të stepet pak edhe të tërhiqet dhe të mendon dy herë, do me thënë të mendon pak më gjatë edhe për veten e saj. Dhe mendoj që kjo mungesë në Top Arena ishte thjesht një mundësi për t'i dhënë Brikenës pak energji të mirë. Ne dim shumë bukur që Top Arena është një edicion që realizohet çdo natë edhe live dhe kuptohet, Brikena mungon edhe në Prishtinë, mungon edhe te familja e saj, mungon edhe te rrethi i saj dhe nga një eksperiencë e re që Brikena e ka, do me thënë unë kështu e shoh, mendoj që nuk është e përgatitur akoma për ta përjetuar këtë eksperiencën çdo natë. Dhe mendoj që kjo mungesa e një nate, përpos që e tregoj vlerën e Brikenës se sa e rëndësishme është në një emision siç është Top Arena, do të thënë çfarë rëndësie ka Brikena, por e tregoj edhe anën tjetër, do të thënë të medaljes, që Brikena është një vajzë që është e menaxhueshme dhe ka atë dimensionin e saj të bukur. Unë e pash mbrëm, unë e pash një Mateo që nuk ndjeshte i plotësuar pa Brikenën në studio dhe mendoj që mungesa e Brikenës vuri shumë pika mbi i, gjëra të cilat ndoshta ne as nuk arrinim dot t'i kuptonim apo as nuk arrinim dot t'i imagjinonim se ishin të tilla. Do të thënë Brikena dhe Mateo kanë marrëdhënie shumë të bukur, janë të dy bashkë shumë të lumtur, në punë flasun, jo në marrëdhënien e dashurisë, në punën e tyre flas. Brikena punon me shumë intensitet, ja ka marrë dorën shumë mirë, emocionet tashmë i kanë kaluar, nuk është Brikena e natës së parë, sepse Brikena e natës së parë ka qenë shumë e stepur dhe kjo është më se e kuptueshme, por është një Brikena me energji shumë pozitive, me energji shumë kreative dhe mendoj që ky pushimi është një pushim thjesht për të. Do me thëmë për të qëndruar pranë familjes së saj qofte edhe një ditë. Nuk ma merr mendja që është strategji për të mbërthyer publikun për ekrani, sepse mund të bënim shumë strategji të tjera më të bukura për ta patur audiencën. Top Arena e ka audiencën edhe nuk ka nevojë për audiencë të re.